faktin që kemi edhe një kabinet të ri, kemi një president të ri të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, dhe nuk është që në Trump zoti Rama ishte shumë në favor të ardhjes në pushtet të zotit Trump. Mirë po, janë disa gjëra tjera që besoj që e zbusin këtë dyshimin tonë të Amerikanët, sepse nëse dhëndri Trump është interesuar që të investoj në Shqipëri, atë investimin në Sazan atje në vlera 1 miliard euro, atëherë nuk e besoj që pezmi të Amerikanët është më i madh, është aq i madh në Shqipëri sa që është në Kosovë. Edhe një arsye tjetër është që fakti që në Shqipëri ka fituar bindshëm zoti Rama, atëherë ndoshta edhe nuk janë marrur shumë me Shqipërinë, sepse nuk ka pasur ndonjë rrezik të ndonjë eskalimi situatës, siç ishte për shembull 2021-ën, ku gjuha politike pa degraduar aq shumë në Shqipëri sa ishte një situatë tepër e pakëndshme, ishte 2021-ta. Ndërkohë që tani këtë vit nuk ishte ashtu, ndërkohë që në Kosovë ne kemi një problem të pambyllur me Serbi, dhe nëse amerikanët heshtin dhe gjendja në veri vazhdon të jetë e tensionuar, atëherë kjo është vërtet për të ardhur keq, dhe çdo shpërthim në veri shkon në dëm të Kosovës, sepse loja po zhvillohet në territorin e Kosovës, jo në territorin e Serbisë. Prandaj i shoh më të ndezur evropianët kohët të fundit që të bëjnë presion për formim të institucioneve. Megjithatë, një lajm i mirë që nis edhe me këto ditë është stërvitja Defender 2025 që përfshin dhe Kosovën. Absolutisht, sepse ka të bëjë direkt me aspektin e sigurisë. Të njëjtën gjë patën bërë me Shqipërinë në 2021, domethënë edhe atje filluan në ditën e zgjedhjeve zbarkuan forcat amerikane dhe të NATO-s në Shqipëri, dhe edhe në Kosovë me Defender mundohen perëndimi mundohet t'i jap sinjale Serbisë dhe Rusisë se Kosova vazhdon të jetë pjesë e perëndimit, vazhdon të ruhet nga NATO, ne jemi këtu dhe mos tentoni që ta destabilizoni situatën, sepse do përballeni me pasoja. Pra, këtë Defender shoh në këtë funksion një kundërpërgjigje ndaj Serbisë, Rusisë dhe aleatëve të tyre. Kjo është lajm i mirë, sigurisht. Për ta mbyllur, ju lutem, jepni edhe një mendim për atë që po ndodh në Ballkan, në trevat tona, nga Maqedonia, Malizi, por për të vajtur edhe në Bosnjë, që shikohet nga momenti në moment që mund të pëlsas. Si ju duket situata në rajon? Përderisa ka luftime në Ukrainë dhe përderisa po zihen në lindjet mesme, atëherë sigurisht që Rusia, Kina me aleatët të tyre do të mundohen që ta shpërqendrojnë perëndimin me një konflikt të mundshëm në Kosovë apo në Bosnjë. Këto i shoh si pika më nxehta. Bile pika më nxehtë është në Bosnjë. Mirë, po fakti që Dodik largohet, iken nga Bosnja, shkon në Rusi, është një sinjal i mirë për sigurinë e Bosnjës. Ka një përqendrim më të madh të perëndimit në Evropë, sidomos gjatë luftës në Ukrainë, dhe vetë kjo Defender që do mbahet në Kosovë është një mesazh për Rusinë dhe aleatët e tyre që ne do të vazhdojmë ta mbajmë Ballkanin nën ombrellën e sigurisë së NATO-s, dhe nuk jam shumë i bindur që do të ketë ndonjë destabilizim të situatës. Për neve shqiptarët është e rëndësishme që të lidhemi me infrastrukturë sa më shumë, që të arrisim mobilitetin, siç po e rrisim çdo vit e më shumë, pra edhe kjo hekurudha Shqipëri-Kosovë do të arrisë mobilitetin, do t'i kontribuojë zhvillimit ekonomik, dhe sa më shumë që kemi mobilitet, më shumë kemi afërsi, më shumë kemi zhvillim ekonomik, dhe kjo është në të mirën e gjithëve në të ardhmen. Zoti Oti, ju lutem edhe diçka, sepse më mbeti mendje nga analiza që bëhet për europianët, pra mbështetjen e Gjermanisë dhe Britanisë që kanë dalë në skenë në mungesë të amerikanëve në këtë moment. Por ju e dini që drejt falas nuk ka. Tani këta britanikët, ju mendoni që këtë për bëjnë falas, apo ndoshta Starmer mund të kërkojë, ashtu siç thoshin edhe mediat britanike mëngjesin e sotëm, që do i kërkojë Kosovës atë që bëri Italia në Shqipëri për kampet e refugjatëve?
Mendoni që mund ndodh kjo? Absolutisht, bile dhe sot ishte në Times që Britania mund t'ja kërkoj Kosovës që tjetë një farë lloj pararoje, kështu ta them ashtu, i refugjatëve afroaziatik që do t'na kërkojnë, unë jam i bindur se nuk ka asgjë falas, sepse edhe Shqipëria si bën ashtu, mirë po unë të them të drejtën jam kundër kësaj, kam qenë edhe kundër asaj që ndodhi në Shqipëri, në Shëngjin, mirë po jam edhe kundër, sepse evropianët, kur është puna për integrimin e Shqipërisë dhe Kosovës në BE, na thonë ju, zotrin, nuk keni drejtësi, nuk keni sundim të ligjit, nuk keni rënd dhe ligj. Ndërkohë se kur është puna për të na lënë bërllogun neve të refugjatëve të ndryshëm të rrezikshmërisë së lartë, atëherë na thonë po ju keni sundim të ligjit, keni drejtësi dhe na i mbani disa nga këta vendet refugjatë të vendeve afroaziatike dhe ne do bëjmë ca koncesione për ju. Unë jam absolutisht kundër kësaj. Këto janë standardet të dy fishtat e Bashkimit Evropian dhe nuk do të duhet të ndodhin, por jashtë që jemi shtetet e vogla, jemi shtetet pa ndikim dhe na ndikojnë në këto gjëra. Për shembull, Shqipëria fitoi për Italisë së fundmi ato pensionet e famshme që nuk është gjë e vogël, sepse ka mbi 30 vite që më tepër që kjo punë diskutohet, mirë po mbajtja e refugjatëve që ata që vendet evropiane i konsiderojnë të rrezikshëm për sigurinë nacionale të tyre, mbajtja atyre në Shqipëri dhe Kosovë nuk është gjë e mirë për të dyja vende, nuk është gjë e mirë edhe për investitorët e jashtëm, po jashtë që jemi në një situatë të tillë dhe këtu ne në Kosovë goxha fort ua kemi thyer shpinën amerikanëve dhe për këtë vërtet me vjen keq që na trajtojnë si diçka ku ne duhet mbajmë ca njerëz të rrezikshëm në territoret tona dhe mos kemi investime. Pse valla nuk investojnë evropianët? Për shembull, kjo infrastrukturë që është shumë e kushtueshme e Shqipërisë dhe Kosovës, sikur të sipërmerrej nga evropianët, atëherë Shqipëria, Kosova do të kishin një zhvillim tërësisht tjetër, do të ishin në nivele tërësisht tjera të zhvillimit ekonomik. Mirë pa ata jo na thonë, kur su duhemi, thonë s'keni sundim të ligjit. Kur u duhemi, keni sundim të ligjit, por ja, merr ca afro aziatik dhe me kaq përfundon puna. Personalisht jam kundër kësaj. Mirë po, sigurisht që edhe Kosova do t'i nështrohet presionit siç ju ka nështruar Shqipëria. Zoti Odi, të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit dhe për ju, dhe kalofshi mirë. Të uroj më të mirë